Një anonim pa biznes dhe pa para me central 82 mega nga qeveria. Angela Galliu u li në Terpan Berati 40 vjet më parë. Gjithë jetën e tij nuk është marrë kurrë me biznes, deri një vit më parë. Në shkurt të vitit kaluar, zotja Galliu gjeti 100.000 lekë dhe themeloi një kompani të quajtur Albanian Solar Power. Dhe bum, pak më shumë se një vit më vonë, qeveria i dha leje për central diellor 82 mega me vendim të posaçëm. Një ditë më parë, Këshilli i Ministrave miratoi ndërtimin e centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike me kapacitet 82 MW në fshatin Boçov të Fierit. Kompania përfituese e lejes ishte Albanian Solar Power, e cila pas ndërtimit do të ketë drejtën e shfrytëzimit të parkut diellor për 49 vjet. Por ky është një vendim që ngresh shumë pikpyetje. Ndërtimi i centralit diellor me fuqi 82 mega kërkon minimalisht 80 milionë euro. Por kompania Albanian Solar Power ka vetëm 100.000 lekë kapital, ndërkohë që aksioneri i saj i vetëm, Angela Galliu, nuk disponon asnjë biznes apo aset tjetër. Nuk dihet se si kompania ka arritur të sigurojë tokën në Fier. Një nga metodat kryesore është ajo e marrjes së saj me qira nga bashkia. Si mundet qeveria të jap një vepër kaq madhore te një kompani pa kapital dhe me aksioner anonim? Është e sigurt kompania Albania Solar Power nuk i ka parat për të financuar një investim 80 milion euro. Po ashtu nuk ka as asetet e nevojshme dhe të mjaftueshme për të siguruar financimin në sektorin bankar. Asnjë bank nuk do të jepte kredi për një kompani që nuk ka asete dhe një aksioner, i cili nuk ka asnjë biznes. Pra zotja Galliu me shumë gjasa është një prestanome. Kjo shtron dy mundësi. Ose pas tij qëndrojnë persona të tjerë në prapasken, ose në Shqipëri ka nisur tregtimi i licencave të centraleve diellor. Të dyja mundësit janë njëra më problematike se tjetra. Nëse pas kompanisë Albanian Solar Power qëndrojnë persona të tjerë, atëherë ekziston risku i madh i korrupsionit ose pastrimit parave, sepse pasi prestanome mund të qëndrojë kushdo, nga pushtetarët tek trafikantët dhe ndoshta edhe oligarkët që nuk duan dalin në shesh.